Në kuadër të ditës evropiane të gjuhëve, e cila është shpallur nga Këshilli i Evropës me 6 dhjetor të vitit 2001 dhe që është përkrahur edhe nga Bashkimi Evropian, shkolla nëntëvjeçare 31 Korriku në qytetin e Burrelit zhvilloi një aktivitet të larmishëm. Për t'i dhënë diversitet aktivitetit, nxënësit e kësaj shkolle performuan në gjuhë të ndryshme si në anglisht, italisht, frëngjisht e të tjerë. They bring race, singing and dance to school again. Spring is here, it's lots of fun. I am flying my kite with everyone. Summer is here, it's lots of fun. I'm eating ice cream with everyone. Winter is here, it's lots of fun. I'm making a snowman with everyone. A, B, C, D. In the morning, brush your teeth. E, F, G, H. Hurry up and don't be late. I, J, K, L. Learn the letters very well. M, N, O, P, Q. What we say is what we do. With open heart, I'll find my way. Step by step, day by day. That never had to fight for sun and sky and air and light, but stood up in the open plain. I used to be afraid to shine, thought the light was never mine. But some flowers don't beg the sky, they just turn and reach up high. In every word, the world unfolds. Stories new and tales of old. Through voices near and far they fly. The preparations are tight, just to make every answer right. So they go through many sleepless nights. But the fear never leaves, making the students thieves. For so swiftly it fell the side, I could not follow it in its flight. From mountain, sea, and plain, each carries dreams and stories, a light that shall remain. Qui ouvre des portes fermées, c'est un sourire partagé, un pont entre deux amitiés. Do të tretë të kullote, të diqe të përvedohe. In every word, a new light. From the east to the west we speak, our voices connect the strong and weak. From Italy's shores to Indian sky, we find new ways to love and cry. A future bright where all can be. Let's speak together, hand in hand, a global voice across the land. Don't place me in your eyes, I may fall as a tear. Place me in your heart. Everyone with one another. And all people around the world create harmony for each other. Por jo vetëm kaq, aktiviteti mori ngjyrat e një feste me këngë valle moderne. I'm good. I'm great. I'm wonderful. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands, clap your hands. It's a busy, 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 busy week. You say that maybe you'll be thinking of me and try to love me. Në fund të aktivitetin e përshëndetit drejtoresha e shkollës 31 Korriku Burrel, Anila Safasani. Më bukur se sa keni interpretuar sot ju, nuk di se ç'pem kaq shumë emocioni. Në fakt gjuhët e huaj, të mësosh një gjuhë huaj, do të thotë kesh një dritare të hapur në jetë dhe do të thotë të ndihesh si në shtëpinë tënde në çdo vend të botës. Falenderoj mësuesit e gjuhëve të huaja, mësueset Denison, Joanën, Duratën dhe Mariusin për punën e mrekullueshme që bëjnë çdo ditë me fëmijët dhe për ditën e sotme dhe emocionet që na falën sot. Shumë faleminderit. Një nga qëllimet e kremtimit të kësaj dite është njohja e qytetarëve me rëndësinë e mësimit të gjuhëve, si dhe inkurajimi i mësimit të më shumë gjuhëve me qëllim të rritjes së shumëgjuhësisë dhe kuptimin e kulturave të ndryshme.